Zëvendës kryeministri Arben Fetai ka fajsuar Arben Taravarin lidhur me punësimet jo të barabarta në mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Ai thot se këtë gjendje për fat të keq e ka shkaktuar Arben Taravari, duke e tërhequr përfaqësuesin e ASH-s për më tepër se një muaj nga komisioni kadrovik i koalicionit Vlen. Nga komisioni kadrovik i koalicionit Vlen, rrjedhimisht është sabotuar edhe procesi i punësimeve, sepse planifikimi i tyre nuk ka mund të ndodhë me tempon e parapar. Për pasoj, punësimet në pjesën maqedone realizohen si pas dinamikës së parapar, ndërsa aty ku udhëheqin, aty ku planifikohen punësimet për pjesën shqiptare, sabotimi i komisionit kadrovik ka rezultuar me blokim të procesit. Fetai tha se vendet e shqiptarëve do të ruhen dhe do të realizohen. Në momentin e parë që do të jemi gati ta risistemojmë komisionin kadrovik të Vlenit, me tempo shumë të madhe, do të vazhdojnë punësimet në pjesën tonë, deklaroi Fetai. Një ditë më parë, nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani shpalosi të dhëna për punësime dhe avancime në institucionet shtetërore, në të cilat ishin punësuar dhe avancuar më shumë se 120 maqedonas dhe vetëm 2 shqiptar.